Hetimet nga autoritetet italiane janë duke nxjerrë detaje të reja në lidhje me vrasjen e 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula, e cila u masakrua me thik nga ishi dashuri i saj Filipinas, Mark Samson. Në vendin ku u vra studentja shqiptare u gjet një gjurmë gjenetike mashkullore që nuk i përket 23 vjeçarit. Mark Samson dyshohet se është ndihmuar nga një bashkëpunëtor për të zhdukur trupin e pajet të Ilaria Sulës. Sipas hetuesve, dikush tjetër mund të ketë marrë makinën për të afruar pranë banesës në rrugën Via Homs. Për hetuesit është e vështirë të besohet se i riu mund ta ketë transportuar për më shumë se 100 metra valixhe në mes të ditës. Një element me rëndësi të madhe hetimore janë këpucët e gjetura me njolla gjaku mbi to, të cilat do t'i nënshtrojnë analizave të specializuara. Nëna e djalit tashmë ka pranuar se e ka ndihmuar Markun të fshijë gjurmët e gjakut dhe të pastrojë skenën e krimit, dhe për këtë arsye është nën hetim për fshehjen e kufomës. Por tashmë, sipas mediave italiane, ka dyshime se edhe babai i 23 vjeçarit mund të ketë ndihmuar për të transportuar trupin e vajzës në greminën ku e hodhën brenda një valixheje. Ndërkohë, 23 vjeçari Mark Samson u ka dërguar një letër prindërve të 22 vjeçares, ku kërkon falje për krimin e kryer. Nuk e respektova kur ajo donte të ndahej nga unë. U çmenda nga dhimbja dhe humba kontrollin. Jam i vetëdijshëm që asgjë nga ato që mund të them apo të bëj sot nuk do ta zbusa do pak dhimbjen e familjes. Jam gati të paguaj për fajet e mia pa asnjë justifikim, shkruhet në letrën që 23 vjeçari i dërgoi familjes Sula. Por sipas familjarëve të Ilaria Sulës, letra nuk mund të fshijë mizorinë e asaj që ka ndodhur. Përmes avokatit të tyre, familja i është përgjigjur të riut duke theksuar se prindrit e Ilarias, gjithë familja e saj, vëllai dhe të tjerët, kanë të drejtë të mos e pranojnë ndjesën e vrasësit.